Di që ku me marrë shumë kritika për juve, mirë po në popull thënë duhet me dalë një budall i cili u a thot nërsy, e sante jamone që a i budalla që u a thot nërsy, edhe nuk i tut nga kërkojna përveç Allahu të Azugjel. Kujdesni, 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 nuk është ba xhamia por me i garu zanat, edhe me thira Adem Jasharin, por na qau Adem në për xhamia tona. Nuk jënë ba xhamiat për këngë folklorike, jënë ba për me madhru emrin e Allahut Azugjel, me madhru Allahun subhanahu wa ta'ala, me i ranë sejde Allahut Azugjel. Nëse unë gjesh në xhamia dhe thu la ilaha illallah, njëherë është miliona herë, qindra herë, miliona herë, ma mirë se sa me i knu krejt këngë folklorike që i din popli jonë. Këno ku dush, lej xhamia të rahat, lej xhamia të rahat. Mosë më thuj unë jëmë tranu, e di, ta pranoj, apo ki qeme ta pranu, unë jëmë tranu. Dhe shkallëzëm ti, që sa jënë mu xhamia tona që shto. Wallahu alem ku përfundojmë. Ka thonë Rasulullah alaihi salam, keni mjë shku jahudive dhe të krishterve për mas, hap pas hapi. Ata ja ka njës me knune për kishat e tyne, namaz tyne. Por hirtë Allahot për të veti, pejsojmë që sa kohë i njeti këtu kongë në për xhamia. Baba jëtë nuk e ka përjetu këtë kohë, ka dulum në të shtikësho. Xhamia është ba për mu madhru Allahu subhanahu wa ta'ala, li udhkar, për mu përmene emri Allahu ta'azugjel, wa turfa, edhe mu madhru emri Allahu subhanahu wa ta'ala në ta, jo me knu qo Adem zhënat, Adem Jashari vllavi jonë, që nëse meriton dikush respekt për shqiptarëve shaj, dek, thire sa dush, por natë thire, a i nuk qohet ma, dhe jo me l'kijame, dhe ditën e gjykimit, nuk një feja jonë kësi ma abetësh që Adem se po të presëm na, ku, ka i morëm na këto, ku i morëm këto, e di, jam të bo për Allahën, por që ata po kujtën ti që unë jam tranu, po nasht, hera parë që të foli që shto, se thash edhe njëherë, dohet me dalë një budalli që ju thot njëherë, balni, e unë të ashtë sot, të ashtë që, ku jam? Shani, falni, thuni që ka doni. Allahu e një gjdo fjallë që e falni, e shë gjdo koment që e shkruni. E din fort mirë për që e ka bo xhamijat e tina. E din Allahu subhanahu wa ta'ala për që ka e në kryu xhamijat e tina. E në qofë se është hak që ka po thamë, që unë kam bindje që është hak. Edhe krejt që ata që e njojnë fejnë e din që është hak që ka po thamë. Atëre përkrahë në më musliman. Po në qofë se më dalë letë këshillanë në më musliman. Thuj nuk është ashtu, xhamia do të me knu, do të me kësy, njës nja. Qa po pret ne? Ata e ka njëzve shtë krishterë. Nga një mas tyne, se kështu ka thonë Muhamedi a.s. Kini mi pasu, pasoni, ose pasoni Rasulin a.s. Pasoni Rasulullah a.s. Gjane dikush një argument që Rasulullah a.s. e ka knu një herë një kongë në xhamia, ose sahabt, gjane një. Vesh një argument, gjane, ose të në thunë jem tranu. Allah azvëgjel në falët, në bëhë për muslimanët mirë, e lusëm Allahën azvëgjel më në bëhë për atyne që monohemi me pastru xhamia tona, ashtu që shmonohemi me pastru veta tonë. E lusëm Allahën azvëgjel me në pastru neve dhe xhamia tona. Më banë Allah musliman, nuk është që po du me folë, po të këshëre që ishë në bëhë, i në bëhë po bojmë gara në për xhamia, gara në për xhamia. Sa që subhanallah, këm pa të i thonë njëri tjetërit kënana në ilahi rep. E këni pa, është në për YouTube, kënana në ilahi rep. Që atë ilahin e mirë rep që e ke ba. Të është, unë jëmë tranu, e di, ta pranoj që jëmë tranu une. Te jo me lëkjam. Ditën e gjykimit e shumë kush e ka pan hakin. Une që e kum qitë vetën këto, edhe e di që kanë me tha njerëzit, a ti i cili e ban ata. E lusëm Allahën azvëgjel më na falë.